Bashkia e qytetit të Vlorës me vëmendje të dedikuar ndaj hapësirave të gjelbëruara në qytet, e për të ndryshuar realitetin e disa prej hapësirave të gjelbëruara, Bashkia e qytetit të Vlorës ka ndërmarrë tashmë një projekt për rehabilitimin e tyre. Në kuadër të këtij projekti ka nisur puna tashmë edhe për rehabilitimin në total të lulishtes përballë Komisariatit të Policisë së Vlorës. Klajdi Baraj, mbikëqyrës i punimeve, tregon se projekti lulishtes në hyrje të qytetit parashikon në rikualifikim të hapësirës së gjelbëruar. Sipas Baraj, aty do të vendosen edhe stola shlodhës për banorët, por edhe ndriçim në mënyrë që ajo të jetë aksesueshme edhe përgjatë orëve të mbrëmjes. Në projekt, sipas Barajt, është përfshirë po ashtu edhe rehabilitimi i rrugës në brendësi të këtij bloku të banimit. Baraj sqaron se janë 4 lulishte në qytetin e Vlorës që po rehabilitohen momentalisht në total. Sipas tij, ky projekt përfundon brenda 5 muajve, teksa do të jetë gati brenda muajit qershor. Jemi duke punuar tek lulishtja përballë policisë, që është lulishtja e tretë që po nisim në projektin e Bashkisë Vlorë. Po. Që është e treta, janë 4 gjithsej, që është e treta, jemi duke punuar dhe siç e shikoni edhe këtu, po ecë me ritme të mira. Do vazhdim. Projekti ka për 3 muaj, ne ka plak, ka asfalt, pjesa atjematan, është me asfalt, ka ndriçim, stola, dhe lulishtja normale siç ka qenë. Tu qa shikojmë edhe na banorë që kanë ardhur, një shumicë e banorëve kanë pritur me shumë këtë investim të Bashkisë Vlorë. E para njëherë është që banorët që na kanë thënë pa asfaltin që kanë pritur shumë vite. Edhe për këtë shumë i falenderojnë shumë Bashkinë Vlorë. Fati ka për 3 muaj, por ne po punojmë që ta mbarojmë më shpejt. Ndërkohë krahas lulishtes tek Komisariati i Policisë, Bashkia e Vlorës ka nisur punën po ashtu edhe për rehabilitimin e lulishtes tek Kali Trojës, si edhe pranë shkollës Marigo Pozio në brendësi të bllokut të banimit. Gjithashtu është nderuar edhe projekti për rehabilitimin e Xibanit, lulishtes pranë gjimnazit Ali Demi.